por dhe për fatin e keq ndikuar nga faktorë të jashtëm që nuk dojnë të mirën e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Çdo që është në Shqipëri, është të mirën e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Këtë duhet ta dimë një herë për gjithmonë. Për dallim nga Shqipëria ku në Kosovë, për fatin tonë të keq, jo që nuk ka investime, por kemi edhe largim të interesit të huajve dhe të faktorit ndërkombëtar në tërësi, edhe pas gjithë kësaj blokade që është duke ndodhur tash e 16 muaj në Kosovë. Brenda kësaj periudhe kohore në Kosovë kemi pasur 3 palë zgjedhje dhe e kemi për herën e tretë zgjedhjet e treta parlamentare dhe për fatin e keq, me sa duket përsëri në qoftë se do të kemi papërgjegjësi politike në vazhdim, siç ishte deri më tani, nuk do të kemi zgjidhjet e problemit. Pra, dhe për dallim nga herët e kaluara, kur ishin ngërçe politike, faktori ndërkombëtar ishte ai që ndërhylte dhe zgjidhte problemin. Ndërsa tani, në këtë situatë, edhe ata nuk janë të interesuar për të ndërhyrë dhe për të bërë zgjidhje. Dhe për këtë duhet pushtetarët tanë, liderët politik dhe forcat tona politike të ndërgjegjësohen dhe t'i kthehen përgjegjësisë së tyre, pasi që Kosova ka shumë problematika. Zgjedhjet e njëpasnjshme po sjellin problematika të shumta, po dëmtohen qytetarët, po dëmtohet vendi, por edhe po dëmtohet reputacioni i vendit tonë në bashkësinë ndërkombëtare. Po, por me këtë sakt zgjedhje që po zhvillohen dhe me një situatë që duket paksa déjà vu e atyre se çfarë po ndodh, a ka një ndryshim zoti Veliu në këtë moment në zgjedhjet që do të mbahen ditën e nesërme pra sa i përket fatit politik të Kosovës? Ka ndonjë element që ndoshta jep shpresë që pas këtyre zgjedhjeve pra situata nuk do përsëritet dhe Kosova do të kanalizohet mirë, sepse besoj që ka pasur edhe pasoja negative me këtë paqëndrueshmëri qoftë investimeve apo të vetë shtetit pra në mënyrën se si funksionon. Po e gjitha për fatin e keq të vendit dhe qytetarëve do mvaret nga vullneti politik i liderëve të subjekteve politike, duke filluar nga kryeministri për të vazhduar të gjithë liderët se sa ata do të jenë të disponuar për të bashkëpunuar dhe për të krijuar një koalicion. Unë mendoj se pas këtyre zgjedhjeve, në qoftë se subjektet politike nuk arrin një marrëveshje koalicioni, nuk do të ketë zgjidhje të problemit. Biles, unë mendoj se me këtë zgjedhje do të thellohet kriza, pasi që rezultatet nuk e dim, por sipas të gjitha gjasave, lëvizjave të vendosjes do të jetë forca e parë, forca kryesore, mirë po nuk do të arrijë 50%. Dhe në këtë mënyrë nuk do të ketë mundësi të krijojë qeveri. Pastaj, përveç krijimit të qeverisë, është edhe zgjedhja e presidentit, e cila nuk prit shumë. Pra në momentin që dhe kemi konstituimin e kuvendit, votimin e qeverisë, atëherë do vije edhe momenti kur duhet të zgjedhet edhe presidenti i ri. Dhe të gjitha këto nuk do të mund të arrijen pa një koalicion e unë më i preferuari apo gjëja më e mirë e mundshme do të ishte koalicioni i dy subjekteve kryesore i partive të mëdha. Duhet pra vendet tona si Kosova dhe Shqipëria duhet mësojnë edhe nga demokracitë e përparuara dhe të zhvilluara se kemi koalicione të mëdha dhe bëhen koalicione si nga të majtët ashtu dhe nga të gjallët. Ja për shembull këtu në Gjermani ku unë jetoj, tash sa palë zgjedhje kemi koalicionin e madh mes të socialdemokratëve dhe kristian-demokratëve. Njëra socialdemokratike dhe tjetra dhe forca tjetër që është e djathtë pra që janë programe dhe filozofi të ndryshme politike, por megjithatë në interes të vendit dhe qytetarëve, ka gjithmonë e gjejnë mundësinë dhe i arrin koalicionet e tyre për të mos dëmtuar vendin. Po në këtë rast e udhës do të ishte që si të bashkoheshin? Po? Edhe liderëve tanë që një vendim të tillë në momentin që kemi rezultate zyrtare atyre zgjedhjeve të cilat do të bëhen nesër, të dalin dhe të gjejnë mundësinë e koalicionit dhe arritjes së marrëveshjes në mënyrë që vendit mos mbetet peng i vullnetit dhe i dëshirave të liderëve politikë. Figura e Vjosa Osmanit dhe LDK-ja, çfarë ndikimi mendoni se do ketë?
Po, unë mendoj se figura e Zonjës Osmani është një nga eksponentët të lidhjes demokratike të Kosovës që e trahtoi një herë lidhjen demokratike për të bërë presidente dhe në momentin që nuk mori votat nga lëvizja vetëvendosje për të bërë presidente, trahton lëvizjen vetëvendosje dhe kthehet prapë te lidhja demokratike. Kjo e pasqyron gjithë atë moralin politik të Kosovës. Pra nuk mund të themi asgjë tjetër. Ky është morali dhe parimet politike të liderëve të cilët janë tani në garë shtjellore. Si e keni parë, zoti Veliu, në terma afatgjatë duhet thënë se si po krijohet le të themi ky skenar i përsëritur çështja e presidentit, pra ishte edhe ngërçit, do përfundojnë të zgjedhjet, a dhe ju do të jetë patjetër e nevojshme përsëri të shkohet drejt zgjedhjes si një mënyrë pra për të zgjedhur një president përbashkët, një konsensus që do duhet, siç e parashikon edhe kushtetuta. Mendoni që mund të ketë një kompromis pra aq kohë sa pjesa e bashkimeve ose koalicioneve ndoshta do të jetë pak e vështirë për të rënë dakord paktën me se çfarë kemi parë. Dhe impakti ndërkombëtarëve që u cekët më herët, mendoni se do jetë e nevojshme të ketë vërtet një ndikim ndoshta edhe më të madh? Po, unë mendoj se një ndikim i tyre nuk do të kishte lënë si shkonte situata deri në këtë moment. Mirë, po ja që tani më ata janë tërhequr tërësisht dhe i kanë lënë në dorë të gjitha liderëve politikë të Kosovës që ata të vendosin dhe të bëjnë zgjedhje. Unë mendoj se është momenti i fundit kur liderët politikë në Kosovë duhet t'i vënë gishtin kokës dhe të shohin se çfarë dëmësh janë duke i sjellur vendit tonë në zgjedhje të njëpasnjëshme, duke u munduar të ushqejnë ato apetitet e tyre për postë të gjitha pushtetet. Pra është momenti i fundit dhe ata duhet ta kuptojnë se pa marrëveshje, pa koalicione dhe pa kompromis nuk mund të shkohet tutje. Pra është momenti i fundit që të reflektojnë dhe pas këtyre zgjedhjeve të arrihet një koalicion, pasi që një gjë tjetër pra me zgjedhjen e një presidenti konsensual nuk është arritur para këtyre zgjedhjeve, unë mendoj se një gjë e tillë është shumë vështirë, por më së thënë është e pamundur të arrihet pas këtyre zgjedhjeve. Atëherë do të ishte fillimi i një krize të re atëherë apo jo? Jo, unë do të kisha thënë që këtu kemi vetëm vazhdimin e krizës në Kosovë. Këtu nuk po bëhet fjalë për krizat e reja, po është një krizë në vazhdimsi që nga vjetori i vitit 24, kur ka qenë lidhja e fundit e një legjislature që u përmbyll pas një 4 vjeçari. Pra që nga atëherë Kosova është në krizë dhe në ngërçe politike vetëm për të arritur që të kenë të gjitha pushtetet në dorë. Gjë që në legjislacionin e Kosovës dhe sipas konstitutës të Kosovës është gati e pamundur. Është e pamundur që një subjekt i vetëm të ketë të gjitha në dorë. Pra, ai legjislacion në Kosovë është i bërë në atë mënyrë që çdo herë duhet të formohen koalicione dhe të kemi më shumë se një parti në pushtet. Dhe ajo do të ishte zgjidhja e vetme pas këtyre zgjedhjeve. A mendoni se do duhet kishte ndërhyrje edhe më tej pra në ligj ose në kushtetut për të shmangur fenomene të tilla që krijojnë fakt edhe një ngërç të tillë politik? Po shumë gjëra që ndoshta do të kishin bërë mirë për të ndryshuar në kushtetutën e Kosovës, duke filluar nga ligji zgjedhor, që Kosovën të tërën e bën një zonë të vetme zgjedhore dhe për të bërë ndryshimet e tjera të cilat janë shumë të panevojshme dhe ndoshta në disa raste dhe monotone. Ka edhe problematikat e tjera. Për shembull, në këtë rast do të kisha thënë se në ndryshimet e tilla do të ishte mirë që të mundsohet edhe diasporës të kishte vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës, një gjë e tillë nuk mund të bëhet pa ndryshime kushtetutese. Mirë po, ne të gjithë e dimë se ndryshimet kushtetutese në Kosovë nuk mund të bëhen me një shumicë vetëm shqiptare, pra për ndryshime kushtetutese, patjetër nevojiten edhe 2/3 e minoriteteve që janë pjesë e parlamentit. Pra, pa votat e 2/3, pra 2/3 apo 6 deputet
sërb, gati është e pamundur të ndryshohet kushtetuta. Sa do të kenë vullnet ata, është parë gjatë legislaturave të kaluara, ata kanë qëndruar në sallë vetëm kur janë votuar ligjet të cilat kanë shkuar në interesin e tyre, siç është ligji i fundit për shtetësi që është votuar pak ditë para shpërndarjes së parlamentit dhe ka kaluar në një heshtje totale, ligj i cili shkakton problematika të mëdha dhe është shumë i dëmshëm dhe mund të themi se është një ligj antikombëtar. Kjo paqëndrueshmëri politike, zoti Velio, çfarë ndikimi mendoni se ka pasur qoftë në dialogun Kosovë-Serbi, por edhe në procesin e integrimit evropian, po marrun këtu, apo dhe negociatave të tjera që Kosovës pra është dashur për të bërë drejt përparimit për tej në fushën dhe në arenën ndërkombëtare? Tjetër që ka pasur një ndikim që nuk mund të anashkalohet. Për shembull, ne të gjithë dimë se Kosova nuk ka alokuar mjete nga fondi që është ndarë për zhvillim për vendet që pretendojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Nga i cili fond, si Shqipëria ashtu edhe Malizi kanë akorduar disa herë mjete, ndërsa Kosova në fund të qershorit do të humb një pjesë të tyre pasi që nuk kemi parlament dhe ligjet e kërkuara nuk janë miratuar dhe nuk do të ketë kohë për të miratuar. Nuk ka mundësi për të miratuar, se Kosova nuk ka parlament. Pastaj, në qoftë se një ngërë që ti do të vazhdoj, pjesa tjetër do humbet në fundin e vitit dhe kështu do dalim gati duar tatë nga ato fonde që janë paraparë për vendet që pretendojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Pastaj në pjesën e dialogut është fakt se dialogu tash dy vite mund të themi se nuk ka dialog mes të Kosovës dhe Serbisë. Megjithse në heshtje janë duke u zbatuar disa nga marrëveshjet e arritura, edhe pse zoti Kurti dhe qeveria aktuale i bën ato veprime sikur ne po punojmë për të mirën e vendit dhe po i ndalojmë si bankën, dinarin apo edhe problematikat e tjera që në fakt janë pjesë e marrëveshjes dhe ndërsa sa i përket dialogut, tash e 2 vite ka që nuk kemi pasur takim në mes të krerëve të shtetëve, jo vetëm për problematikat e Kosovës, por edhe në Serbi. Ne jemi duke parë edhe Serbinë që është në moment të krize, në protestat të shumta, po pastaj edhe në periudhën e fundit tjetë qartë edhe Bashkimi Evropian, sikur i ka kthyer shpinën udhëheqëses aktuale dhe si mas gjitha gjërasatit do të kemi shumë shpejt të zgjedhje edhe në Serbi. Kuptojmë. Mirë, zoti Velio, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe analizën ishte shumë kënaqësi. Ju përshëndes. Faleminderit, merci.